Kjo bimë shquhet shumë për një veprim antidiabetik dhe antilipidemik, që do të thotë eksperimentet të kryera në laborator kanë vënë re se brenda një periudhe 4-6 orë çaji i bishtmiut Julian ka përmirësuar shumë mirë nivelin e glicemisë në gjatë. Po kështu, përdorimi afërsisht për një periudhë kohe, 2 deri në 3 javor, rregulloi shumë mirë nivelin e lipideve të yndyrnave dhe të kolesterolit. Pra, njerëzit me diabet është mirë që këtë bimë që e gjejnë nëpër kepa shkëmbinj, nëpër rroza muresh, nëpër vende ku ka shkëmb, ku asgjë duket sikur s'ka jetë, atë bimë që e gjejnë që ngjan me gjethen e trumzës, është mirë ta marrin dhe ta kenë tamam si një mikesh të tyre, pasi ndihmon shumë mirë në uljen e nivelit të glicemisë në gjatë. Por jo vetëm kaq, ndihmon në tretjen, largon si thuaç fryrjet e zorëve nga gazrat, ndihmon në dispepsinë dhe në dhimbjet e lehta të stomakut. Në shumë zona kjo njihet edhe si bima e stomakut, fal atij veprimi që unë e përmenda më sipër, qetësues i dhimbjeve të tij. Një bimë që është sa antimikrobike, po kështu edhe antifugale. Pra, thash, është në familje me nenergjikun, me rigonin, me trumzën, dhe ashtu siç rigoni dhe trumza luftojnë mykun, po kështu edhe mikromeria juliana është e suksesshme për të përdorur për luftimin e myqeve në organizëm, qoftë edhe ato në lëkurë. Ka një efekt anti-inflamator, fal acidit rozmarinik dhe flavonoideve që reduktojnë inflamacionin në zorë, në nyje, në rrugët e frymarrjes. Pra, nëse kemi dhimbje nëpër kocka, kyçe e kështu me radhë, është mirë që ta përdorim. Le të vemi pak tek një përdorim ose tek një fjalë e urtë shumë e përdorur në zonën e Gramshit, ku njerëzve të dobët, njerëzve që ju thyeshin kockat shpesh, ju thoshin: ti je bërë për drogth, dhe drogthi ishte kjo bimë. Dhe pikërisht, unë fal kësaj fjalë të urtë të popullit të Gramshit, u detyrova dhe thosha: kush është kjo bimë që kryen këtë mrekulli tek njerëzit që ishin me kputje trupore, me dobësi kockash që smureshin shpesh e kështu me radhë. Dhe më tregojnë, drogthi ish ky. Kur e marrë shikoj, bëj fjalë për këtë bimë. Dhe ata e përdorin kur njeriu me të vërtet kishte arritur në atë pikën e tij të fundit. E pse ta lëm ne veten? Ka ta ndisemi në atë gjendje kur neve këtë trumzën e Julianit e kemi në çdo vend në Shqipëri, sidomos aty ku ka shkëmbinj. Dhe kjo bimë, le të vazhdoj më tutje, është e mrekullueshme për shëndetin respirator, pasi qetëson kollën, lehtëson nxjerrjen e sekrecioneve dhe sidomos ato kataret në rrugët e sipërme të frymarrjes, qoftë kur kemi të ftohtë, qoftë edhe kur kemi viroza. Është një ndër bimët më të mira që ndihmon në rritjen e imunitetit. Kjo ndihmon organizmin që të përballojë më mirë infeksionet, fal atyre vetive që unë përmenda më sipër, por njëkohësisht edhe të atij acidit rozmarinik. Bima, fal kaliumit që ka në brendësi të saj, është një bimë që ndihmon në shëndetin kardiovaskular, por jo vetëm kaliumit, por edhe ato flavonoidet që i përmendëm më sipër dhe acideve organike. Kjo bimë ka merit të kontribuojë në rregullimin sa të tensionit, po aq edhe të kolesterolit. Dhe këto që unë i përmenda janë plotësisht të vërtetuara në laboratore shkencore. Bima ndihmon shumë mirë tretjen dhe inflamacionin. Bima e bishtmiut julian, ose le ta themi ndryshe, trumza e egër ose trumza e julianit. Shiko, emërtimi shkencor i saj ka lidhje me këtë. Mikro e vogël, pra materiale të vogla të imta që me të vërtet përbëjnë bimën një të tërë. Pra po t'i shikojmë, gjetëza shumë të vogla, pun 1-2 mm të gjera, pun 3-4 mm të gjata, përbëjnë si thuash gjithë strukturën e këtij kërceli. Prandaj mikromeria dhe Juliana është mbiemri i kësaj bime, duke marrë emrin e atij shkencëtari që u mor më shumë me studimin e vetive më të qëndrueshme të kësaj bime.